drejtsinë. Ajo që dua të ndaj me ju është që libri bën përpjekjen e parë që ti marrë të gjitha dispozitat që parashikojnë kritere për të bërë bashkëpunëtor drejtësie në Shqipëri, që do të thotë kodin, ato që parashikon kodi penal dhe 37A-ja e kodit procedurës penale, dhe të bëj një inventar se për sa vepra penale që janë fuqi sot në Shqipëri lejohet bashkëpunimi me drejtësinë. Dhe konkluzioni që kam arritur, sepse ju e kuptoni qëmtimin që duhet të bëj, sepse kam kontrolluar gjitha veprat penale të kodit penal dhe të kodit penal ushtarak, se kemi 2 kode penale që nga 95 janë fuqi dhe janë për çudinë studimit që kam patur kur e zbulova, janë 262 vepra penale që ne lejojmë procedimin me bashkëpunëtor drejtësie. Flas për ato që nominohen në mënyrë individuale, sepse ka dhe vepra penale tjera të cilat mund të kryen fushën e krimit organizuar, nuk janë të përcaktuara individualisht dhe mjafton vepra penale të kryet në krim të organizuar dhe përdoret bashkëpunimi me drejtësinë. Tani në raport me atë që shoh unë te legjislacionet europiane. Kjo shifër është shumë e madhe. Është shifër shumë e madhe, pse? Edhe shkakton një lloj inflacioni të rëndësisë institutit. Pse? Sepse të lejosh bashkëpunimin me drejtësinë do të thotë që dikujt të mos ia përcaktosh përgjegjësinë penale ashtu sikurse ligji dhe kushtetuta e premton, se gjithkush duhet marrë përgjegjësi penale për veprën që shkakton. Dhe për bashkëpunëtorin e drejtësisë, duke pas parasysh kontributin që ai jep për shtetin edhe për shoqërinë, ai premiohet përmes privilegjeve penale. Por për ta bërë këtë, do duhet që shteti të mos ketë mundësi tjetër hetimi, mos ketë mundësi tjetër ligjore zbulimi, vetëm se të shkojë si mjeti fundit tek dëshmia apo ndihma që jep bashkëpunëtori i drejtësisë. Pra nuk është aja. Nuk është aja, sepse nëse do ishte aja, nuk është provë vendimtare dhe provë vetme për mënyrën e zbulimit të krimit apo të hetimit të krimit. Tani të parashikosh vepra penale të tilla të tipit, sepse formalisht, ashtu siç është konceptuar në 37A i kodit procedurës penale, bashkëpunimi me drejtësinë mund të lejohet edhe për sjell si shembull në libër, edhe për shkeljen e rregullat e qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen për shembull, por kjo vepër penale është e pakonceptueshme në legjislacionet europiane se si mund të jetë objekti i bashkëpunimit me drejtësinë, për shkak se qoftë edhe në konventat ku pranohet bashkëpunimi me drejtësinë, konventa transnacionale e krimit organizuar, transnacional apo konventat e korrupsionit apo ato terrorizmit. Se doja të ndalesh atë korrupsioni. Bashkëpunimi me drejtësinë njihet logjikisht dhe po themi në mënyrë të gjithë pranuar ndërkombëtare vetëm te krimet okulte. Më kuptoni që do të thotë se shteti është i pamundur të përdorë mekanizma të tjerë zbulimi dhe shkon tek prova e vetme e mundshme, po themi, që premton suksesin e procedimit që është bashkëpunimi me drejtësi. Në rastin e Shqipërisë, ka në 100 vite që ne kemi që nga koha e Zogut, gati 100 vite, në vitin tjetër, 100 vite që e përdorim bashkëpunëtorin e drejtësisë. Ka raste të korrupsionit që kemi pasur në bashkëpunëtor drejtësie? Ka raste, por nga pikpamja, mu nuk më rezulton të paktën nga ato që unë kam hulumtuar nga gjykata lartë, sepse atje e kam pas bazën e informacionit, pasi vendimet e gjykatës lartë janë edhe lehtësisht aksesueshme. Interesante është që për herë të parë ne kemi profilizuar bashkëpunëtorin material drejtësisë. E the material për të dalluar në raport me atë në kuptimin formal. Ky që kemi sot, në bazë vitit 2004, kur i ofrohet një marrëveshje nga prokuroria, dhe ai merr statusin e bashkëpunëtorit për shkak lidhjes saj marrëveshje me prokurorinë. Por paralelisht kësaj figure, ne kemi dhe bashkëpunëtorin material drejtësisë, ai që ndonë se nuk ka marrëveshje me prokurorin gjatë gjykimit apo gjatë hetimit, por prokuroria nuk ja ka dhënë për një arsye apo një tjetër këtë status, po themi jep një kontribut determinant në zbulimin e veprës penale, saqë gjykata e bazon vendimin kryesisht mbi dëshminë e atij të pandehuri. Dhe në këtë rast ligji lejon që të akordojë gjykata privilegjet e bashkëpunëtorit drejtësisë, që janë ulja e dënimit apo përjashtimi nga dënimi. Dhe unë kam gjetur në fakt për çudi dhe është për tu vlerësuar. Në kodin penal vitit 1927, jemi gati 100 vite më parë të sankcionuar figurën e bashkëpunëtorit drejtësisë, por sigurisht vetëm tek pjesa materiale, ky që përfiton vetëm privilegjet penale. Por nuk kam gjetur, nga ana tjetër kam kontrolluar në për revistat e jurisprudencës shqiptare, kam qenë revistat e kohës,
ku botoheshin nga Ministria e Drejtësisë vendimet apo përmbledhjet e vendimeve të gjykatës diktimit, që është gjykata lartë sot e asaj kohe, dhe nuk kam gjetur raste që të kem konkretisht dhe t'ju demonstroj që po është përdorur kjo mënyrë ekziston edhe për veprën penale të korrupsionit, qoftë për aktivin, për ndërmjetësin, po, edhe për pasivin. Nuk kam gjetur, megjithse ka qenë figura e bashkëpunëtorit të drejtësisë edhe në kodin penal të vitit 1952, kodin penal të parë të periudhës komunizmit, ekzistonte vetëm tek korruptuesit aktiv, ato që japin mitën, por nuk kam gjetur rast nga praktika e gjykatës lartë. Këtu kam shfrytzuar gjithë revistat Drejtësia Popullore, të Kolegjit Penal Gjykatës Lartë. Libri e ka me errësirë pjesën e kasacionit, që ka ekzistuar nga viti 1993, mos gaboj, deri në vitin 1998, kur ka hyrë kushtetuta që kemi sot në fuqi, pasi pastaj u quhet gjykata lartë, kjo që ishte më parë gjykata kasacionit, pasi këto vendime janë të paksesueshme në faqen e gjykatës lartë, duket sikur ky institucion nuk ka ekzistuar kurrë, sepse nuk aksesohen. Po se janë ndjekur materialet asaj kohe? Jo, po besoj më shumë nuk janë pasqyruar në mënyrë elektronike, sepse sigurisht arkiva atje është, dhe kjo në fakt do ishte shumë mirë që edhe vendimet e asaj periudhe të kenë mundësi të publikohen dhe të aksesohen, dhe e kam gjetur pas viteve 2004. Pas viteve 2004 ka një kazuistik, nuk do thoja do të pasur, se të pasur në raport me gjithmonë mbiemrat janë relativ nga mënyra se sa tregojnë, por kam gjetur shpesh të përdorur në çështje shumë të rëndësishme figurën e bashkëpunëtorit drejtësisë. Përgjithsisht, procedimet penale në Shqipëri me këtë figurë janë të përqendruara te krimi i organizuar, te format e krimit të organizuara. Por, siç u thash, ligji e lejon edhe tek veprat penale tjera, siç është korrupsioni apo apo vepra penale tjera që përmbushin ato kriteret që thot Kodi Penal apo edhe te krimet zgjedhore. Për shembull, 52 B-ja i Kodit Penal e parashikon mundësinë e bashkëpunimit me drejtësinë, nuk kam gjetur raste. Sa mirë do të ishte të kishin pasur raste. Nuk kam gjetur raste nga praktika gjyqësore.